Genci Maloku, babai i shoferit të ndjerë që mbeti i vdekur në atentatin që u bë ish prokurorit Arjan Doja, dëshmoi në gjykatën e posaçme. Mes lotësh ai rrëfeu momentin e parë kur i biri, Andi, e kontaktoi pasi ishte plagosur me breshëri automatiku nga persona të pa identifikuar te mbikalimi i shkozetit. Ditën e ngjarjes isha në shtëpi, më mori vet djali. Jam keq o bab, më tha. Më kanë gjujt. Ka qenë ora 4:30, 5, nuk e pash orën tamam. Mendova se ishte shaka. Po ç'shaka? Në spitalin ushtarak shkova, te vendi i ngjarjes jo. Komunikova me djalin aty. Në automjet me djalin kanë qenë prokurori dhe Rumi. Rumi ishte akoma në spital. Prokurori ishte më mirë, me erdhi te shtëpia. Pas 7 ditësh djali ndroi jetë. Pasi vdiqi biri, Genc Maloku thot se ka takuar 2 herë familjar të Redian Rajës, që është dënuar për jetë për ngjarjen, ndërsa një moment tjetër ka marrë një mesazh kërcënues. Mos keni konflikte, gjëra, gjersa të zbardhet ngjarja. Këtë më thanë. Një javë pasi nuk ishte çuni më ka ndodhur takimi. Takimi i parë është bërë në Tiranë. Takimi tjetër është bërë në Sukt. Biseda ishte prit të dalë një herë e vërteta. Redian Raja ishte arrestuar. Pastaj më ka ardhur një mesazh, si shpesh shkon nga prokuroria. Më tha jam Plaren Dervishaj. Është fakt ky, e kam denoncuar në komisariatin numër 6. Babai Andi Malokut tregoi edhe se i ka dhënë ish deputetit Halit Valteri një USB për ta paraqitur në kuvend, ndërsa i përgjigjet edhe avokatit të Plaren Dervishajt, që është i pandehur në ndyshimet se ka porositur atentatin. Ma sollën poshtë derës në një zarf USB-n, pak kohë pas ngjarjes. E hapa, ishte Redian Raja me kapele. Ishte edhe një qeros. Nuk kishte motiv pse të qelloi djali im. As Rumi, as një njerëz më intereson. Mua më ka ikur djali 23 vjeç. Ma kthen dot ti djalin? Ma kthen? Normal që nuk ka qenë djali im objektivi. Në fund situata mes të dyshuarit kryesor se ka urdhëruar atentatin dhe Genci Malokut u tensionua, çka çoi në ngritjen e toneve mes të dyja palëve e largimin e dëshmitarit. Plaren Dervishaj u shpreh keqardhur për humbjen e djalit 23 vjeçar, duke thënë se në atë ngjarje më të pafajshmit kanë qenë Andi Maloku e ish prokurori tashmë deputeti PD-s, Arjan Doja. Atentatin ndaj këtij të fundit, Andi Malokut dhe të ashtu quajturit Rumi Shiakut, ka ndodhur më 1 nëntor 2019.